Në zemër të Kaçanikut, mes gjelbërimit dhe ajrit të pastër malor, jeton dhe punon Hidayet Guri, një fermer i përkushtuar që ka ndërtuar një mënyrë jetese me mund, dashuri dhe respekt për natyrën. Ishin kafshët ato në të cilat Hidayeti tash e shumë vite ka gjetur qetësinë dhe rehatin e tij shpirtërore. Buj kjo është e ka punë e zërshme, kjo arar, këtë të kjo nuk ka arar. Këtë punë të ka një ku, edhe gjoni ku pushimit ose arar, të bujësia nuk ka arar. Nuk një kjo ku ose fjalleve në arar pushim, vjetor ose diçka, këtu i angazhum nën stop të të, po i kena muj me thonë, i kena një kopej, i kena dhënve, që dikun numërohen afor 500-600 copa, se një pjesë të ashtë mua janë hekt kurbana. I kena një kopej dhive balkanike, dhe i të kuqe, dhe i të veniton. I kena kuajt, që jena në bashkëpunim me agrokatunin që është duke ndërtuar restorantin, është në përfundim me sipër që do të qelet agroturizm aty edhe për kuaj, për rëngjë me qelë kështu për shëtitje, për agroturizm. E përmendëm pak edhe dhitë, momentalisht se ke 500 copë, tash tregona pak rreth tyre më shumë, kanë fillu ndoshta tash edhe kullosja atyre më shpesh, tregona tu e marr parasysh që temperatura tash vetë se ngri. Temperatura tash të kanë fillu më ngri, deri këto kullos ka pas të mjaftueshme deri këto. Pak kena pas problem se si gjithë pranvera e ka lakshtimin atë, por neve nuk na konvenon fort. Shevja, për të që bje ka lakështije, sen se kena punën, asisuj që nuk e dojnë kingjat, nuk e dojnë delën të fort lakështimin e ma, po a janë punë e Zotit, edhe tashti, jena, muj me thonë, muj në qërshur tashti, mira, dëmohon temperaturat janë se gjithë në verë tashti. Dashurin dhe lidhjen me delet e tij, ai e ka të pandashme, pasi që ato ai rriti vetë, por fermeri nga Kaçaniku flet edhe për shqetësimet e tij, me të cilat u ballafaqua së fundmi në festën e Kurban Bayramit. Shitje ka pas, po ka pas shumë pak. Raste me vitet e kaluara. Shumë doptë. Muj me thonë 50% a shumë. Muj me thonë që 50% a shumë që ka pas shitje, 30% kena hik. 30% kena shpenzime, nasi bojq, se bojqët e kanë, muj me thonë, punën më e zërshme janë bujqësia. Kur s'ki për kuj mu ka pëheq, do mu ka për bujqësia. Bujqësia e rëmë. Edhe mjeresh që muj me thonë, kanë shtinjën për Serbije, kanë shti pa kontrol, kanë shti kurbana, kanë shti lëpe këtë, ne kanë zbej edhe punën tonë, edhe njerësën, edhe munin e gjithë. Gjatë kësaj sezone, masi veç fillu me folë për kurbanat, sa kanë qenë çmimet, pra të tuat me cilat ke dojlë ti në tregë si fermer? Çmimet mijat kanë qenë edhe kanë qenë gjithë bojshve këtu, po folë me mrena Kosovës. Mrena Kosovës çmimi ju konë i arsishëm, u konë 250 euro për një kurban. 250 euro s'jel, edhe na si ferma Guri e kena posën 10 kasap që i murmi rregullisht për therrin edhe prerjen e kurbanëve dhe transportin, ja ofrojmë çmim që e merr ose fjalleve në merë 250 euro, na me qashmim e bojmë edhe therrin edhe transportin, që ja ofrojmë mundësi gjithë që janë të interesuar me therr kurban, ja opmi këtë mundësit na si ferma Guri që jena kanë fitu besim gjinjet e na që i falenderoj gjithë ato që kanë fitu besim edhe që punojnë me neve. E përveç kujdesit për kafshët, Hidayeti punon edhe tokën, e shumë shpejt ai pritet të filloj edhe korrjen e grurit. Tashti kena startu na me kositjen e barit, tashti e përfundojmë kositjen me barit, del tani korrja e grunit. Tani këto shkojnë rën, të përcjellin janë atë tjetrën, domethënë deri muajin tetor, domethënë shkojnë njëna mas tjetrës. Ç'është janë më kosit. Janë gjithë këto, tani dalin grunajat, tani vjen misri, e këto përbëjqet janë këto, domethënë pa ndërprej, njëna hekët dhe tjetra. Sepse ju gjithmonë përgatiteni tash edhe për sezonën dimrore, për shkak se kafshët dalin shumë më pak, po besoj në natyrë, edhe sigurojnë ushqimin, a ka mjaftueshëm tash për këtë sezonë që po na pret? Për momentin shihet që janë mirë, që është bujqësia është këtë në favor
të kohës, apo dhe kjo nuk ka siguri, bujqësia mundet një brejshë me ra, për momentin cashtë janë të pjekë këtë grunajat, mundet një brejshën edhe fjallëve në damton, po besojmë që Zotis do të na hub mundin që e këna bon për një vjeti, besoj që do të shkon mirë e marë. Në ndalim pak të kështalla, momentalisht po shohim që ju thatë në këtë shtallë nuk ka, ku jemi ne momentalisht nuk ka kafshur brenda, nuk janë dhit. Pse tash i keni vendosur atje, keni bo një ndryshim ose pse tash kjo është e boshë, tregona pak më shumë për shtallën. Po. Tash të na, por gjatë verës, pse si dalmi muin 15 prill. 15 prill na domthoni shpërndajmë bylyqet e dhanëve, dhive, apo ti që ismi natyrë, ata më nuk rrinë shtalla në bëllë, apo dalin natyrë. Që tash ti është edhe kena një javë ditin, ati pregadit dhanë, mi qumë bjeshkën sharë, ku atje dhe të rrinë deri në fund tetorit. Më varë se që shma koha e vjeshtës, po atje dhe të rrinë deri në muin shtator, në fund shtatorit ose në tetor. Dhe të rrinë atje landë, edhe i kena këto poshtë, i lojmë se këta kanë kolosa, nuk kanë krizë, për ta landë dhe të njësë me kismet, që i thëmë na malet e sharin bjeshkë dhe dalë me landë. Kur flasim për kafshët, ne shohim që je shumë i lidhur me to. Cilat janë ato vështërsitë e tua si fermer, ndoshta që ballafaqohesh, e ceke tash këtë pjesën e kurbanave, po çka të shtyn ty që më vazhdo përpara si fermer për shkak se je i vetëm këtë pjesë. Qëre nuk kena punëtor, fuqi punëtore sa lipët. Këtu ka për fuqi punëtore, ka për 15 punëtor punë. Po na e bojmë për 15 tjepa, e bojmë me 5 punëtor, na i mërrim keq të punë i përthakojmë. Nuk i përthakojmë që fjole ven i mërrim tama, po na e bojmë pak edhe se s'ka fuqi punëtore, ose d'vjen kush. Me këta nuk d'vjen, paguje sa ta pagujsh nuk vjen kush, se preferojmë për këtë punë, po edhe dyta na ja nismi në fuqi tonën, se ma mire shasin e jam se e shej punëtorit. Këtë pasunin, forcën e lonë që thujnë malë ndër dikuj. Firma ti e pasur me dele. Hidajeti tha se janë edhe lopët e edhe kuajt, trashëgimi, kjo që ai përpiqet ta ruaj me kujdes, duke ditur mirë se kjo racë përfaqëson një pjesë të identitetit bujqësor të vendit tonë. Lopët i mojmë nuk kena në varë, për të nëse i kena një numër dvogël, janë një 5-6 copa me thonë. Këtë i mojmë shku ki hëbit, i kena fort në qef, i mojmë, nuk kena në vartë. Na në vartë e kena synimin, e kena të landë, të dhejtë, fitimet i kena për tëne. Të lopët ju i mojmë, kena hapsira thorta që janë aty, rrinë, dhe më onë desat bjeborë këtë rrinë shlupt në ambjent të lira, për të kështu natyrë. E qka quan sukses Hidajeti gjatë gjithë veprimtarisë së ti, na tregoj më së miri vetaj. Suksesi është shtylla e këti suksesi janë në landë edhe dhejtë. Me këto kum pa, sahi kum punu që thujnë para, kum punu të këtë, po sahi mu ka shpërblivja e mona e njërës. Edhe kum pa hajrë, për atë arsye na ja bëjmë punën hakikat që thujnë, halal, monomi. Sa është e vështirë të jesh fermer, të marrë parasysh që je i vetëm, të tregove që ke edhe familjar, ndoshta edhe punëtor, po sa është e vështirë sot, krahasim nëse krahason me fillimet e tua ta bësh këtë punë, sa ka ndryshim? E vështira je pak shumë. Unë thëmë ka njëherë veç aj maraklia që janë marak, edhe që e do punën, edhe që nuk punon me 2 mene, po punon veç me 1 mene, Allah zat një më edhe para, jo mas. Aja na ka shty, kina po hajrë, i dojmë, nuk na vjen, punë ka sa dush, nuk na vjen shtirë, nuk pritojmë, nuk nim lodhme. A ke planifiku diçka të re tash bësh në fermë, ndoshta ta zgjerosh shtallën me themi për krahjen e Ministrisë së Bujqësisë ose edhe të kërkosh ndihmë materiale financiare, çka ke në plan? Ndihmat nuk janë të refuzueshme për bujqëve, janë pranueshme. Po mu i me thonë mjeresht këtu, nuk përkrahet i drejti, nuk përkrahet punëtori, por përkrahet pa punëtori edhe pa i drejti. Këtu kina pas lafe, kina pas premtime, kina pas që mu i me thonë, kanë thonë që veç në nënshkrimi, Ministri i Bujqësisë Fatën Peci ka thonë veç që në nënshkrimi nuk të mungon tyje i një shtalle për që je përfiton. Të jesë unë i kumojt, na po folmi tash ti, që shina të punu, na po folmi për mekanizmin qtalla, këtëne, ina nëzara, po na javë, që stojmë na, shtalla a blok. Bloki nuk jagin barkën, jagin hizmeti, jakshyrë puna. Ato, kina nevoj
si në teknikë, si në shtalla, si në gjithë. Na I letëm punën më me thonë 50%. Çdo ditë e tij është një rutinë e përhershme për të, por janë sfidat e lloj-llojshme me të cilat ballafaqohet Hidayet Guri, e siç tha ai, të arrish suksesin është sikurse të ngjetësh shkallë të pafundme, të cilat nuk kanë kurrë një fund, sepse gjatë gjithë jetës do duhet të punosh për qëllimet e tua. Kështu unë nina për punë ndershme, besimin, punën, gjitha fjalën. Nina, unë jam dherë këto, muj me thonë që më ka hejtë puna perfekt. Me preashtim muj me thonë si vjetë që ka pas të shka u konë e qëdeshme. U konë e qëdeshme për të puna e shqitje të kurbana. Se që ata e kena numër ne, ata e kena shumicën duhet më shqitna, pa qare për më liru na për me hejtë për para me që të parë, se shashitën kështu pjesë, ata nuk zëjnë vend. Ne e kena në kurbana më shqitë, ata me punu dishka ato qëllimet e turna, si të bëj qena, po unë I kështë në thonë të rive, sukuron që mirë, sukuron që këmë po herë, aj që e dë në të mirët, ma mirë a venet. Ma I shtrenjë se venet nuk ka më botë. Fermat si kjo në Kaçanik janë dëshmi se tradita dhe pasioni mund të ecin krah për krah, dhe Hidayet Guri është një shembull I gjallë se si dashuria për kafshët dhe dashuria për atë dheun nuk duhet harruar kurrë.